Robert Berisha publikon një moment intim me të dashuren e ri. Ditën e djeshme e mërkur u shenua dita e të dashuruarve apo Shën Valentini. Është dita kur njerëzit shfaqin dashurinë e tyre për një person tjetër në forma të ndryshme. Me këtë rast, këngëtori Robert Berisha ndau momentet e veçanta pranë të dashures së tij të re, Ana Skrel. Çifti duket të kenë shijuar një mbrëmje gjersa në një çast, shkëmbyen edhe puethjen e buzë. Ana, në ndërkohë, është një influencuese nga Shqipëria, e cila ka një diferencë të madhe në moshë me këngëtarin e njohur. Urime dita e Shën Valentinit, thuhet në postim. Roberti është shfaqur haptazi me të dashuren e ri, duke publikuar shpesh në rrjetet sociale foto bashkë me të. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.